të shprehin dijet 4 vjeçare që marrin në universitete. Unë kam thënë edhe studentëve të vazhdoj edhe sot të jem në debate televizive, me thënë të përmblidhet të gjitha ligjit, të gjitha përgatitjet profesionale, siç janë specializimet mjekësore, siç janë çështjet e farmacisë, licencave, të gjitha këto jepen në gjuhën maqedone. Dhe kjo përbën një nga problemet bazë, po është mirë që kërkohet nga juristët. Ne i themi provimi i jurisprudencës ose gjyqësarit, mirë, por kjo në vete duhet të përfshi provimin e përmbarimit, të noterisë, të ndërmjetësimit dhe kështu me radhë. Janë një bark segmentesh dhe prandaj unë e shoh vetë me zgjidhje që studentët insistojnë që të ndikojnë edhe te partitë politike shqiptare, që ne duhet të tërhiqemi nga kjo baza e durimit politikës ofenduese, fyese në shqiptarëve, dhe të sqarohemi paralelisht një trijës trumbëllakët se si duhet të vazhdojmë më tutje, do të godasin shqiptarët në emër të bullgarëve dhe serbëve, apo ekziston diçka që është e Serbisë dhe ajo insiston me çdo kusht që ta dëmtojë pozitën e shqiptarëve në përgjithësi. Profesor, ne kemi folur edhe 2 herë të tjera për këtë çështje, por për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, ju e thatë pak më lart që problemi politikës ishte që marrëveshjet politike nuk e kthyen në ligje. Tani, ekziston një ligj për këtë që po protestohet sot, apo Mickovski ka drejt kur thotë që shiko, ne këtë do i drejtohemi Komisionit Venecias, apo ai po e zvarrit me qëllim këtë? Dëgjoni, ne jemi më 3 decenije gati në këtë përbuzje, dhe gjithmonë kur bëhet fjalë për të mbrojtur atë pjesën e esencës maqedonase, ata në shprehje paraqiten si demokrat, e para është se ata fillimisht kur erdhën në pushtet erdhën për ta dërguar shtetin në Bruksel, por këtë kanë dërguar në Beograd. Dhe pikërisht të goditjet që u bëhet shqiptarëve, unë nuk besoj që maqedonasit e bëjnë drejt për drejt, po janë ndikimet nga Beogradi që duan të prishin këto raporte dhe po provokojnë durimin e shqiptarëve, dhe pjesa që ka të bëje me pranimin, ju e patë edhe gjuha shqipe ishte në Komisionin e Venecias e kështu me radhë, dhe kjo është ajo pjesa me të cilën ne nuk jemi pakic, dhe gjuajtja ose minimizimi i këtyre elementeve që po ndodh aktualisht që përplasin maqedonasit, sepse ato trajtojnë shtetin si unitar maqedonase dhe gjithçka që është maqedonase dhe shprehen si të atill. Dhe nga ana tjetër ata nuk analizojnë se kush e mbushën buxhetin dhe sa përqindje. Mirë po është problemi i juristëve shqiptar, të cilët dhe politikës shqiptare që nuk arritën të prekin elementin e bashkësovranitetit. Parasysh se neve na udhim me pakicat e tjera, por ne nuk e kemi argumentuar se ne administrojmë mbi 15 komuna, kemi pozitë gjeografike dhe kështu me radhë, dhe thjesht mund të themi se ka qenë një dështim juridik. Për shembull, kur lind fëmia, regjistrohen, dhe është martesor. Nëse shqiptarët në Maqedoni nuk arritën që të regjistrohen në kushtetutë me elementet e sovranitetit shtetit dhe të ishin pjesë e sovranitetit, dhe kjo ka bërë të vështirë tani le hapësirë që edhe kriministrat, edhe ministrat, edhe politika shqiptare ta interpretoj në forma të ndryshme. Mendimi im është personal që shqiptarët duhet të hiqen nga të gjitha institucionet dhe të insistojnë që të bashkëbisedojnë për këto 4 elemente, siç është bashkësovraniteti, bashkëbarazia dhe pjesa e bashkëbarazisë ekonomike, ushtarake dhe kështu me radhë. Nuk është vetëm çështja se çfarë tha kryeministri. Nëse marrim përballë të gjitha punësimet që aktualisht janë bërë në gjitha institucionet, prej 30, 20, 21, 35 kështu me radhë, asnjë shqiptar, qoftë në avancim, ju keni përcjellë dhe i dini saktë. Dhe kjo përbën një nga problemet bazë me të cilën politika shqiptare është dëshmuar se është e kapur apo nuk reagon në kohën dhe në momentin e duhur, dhe prandaj unë besoj që kjo protestë është një rilindje e re e shqiptarëve në Maqedoni dhe përkraja duhet të jetë nga të gjithë dhe të jepet mundësia që të shprehin studentët të gjitha ato punë që fatkeqësisht edhe ne si prind të tyre nuk arritëm ta bëjmë maksimumin. Profesor, po për qëndrimet politike se kemi parë këto ditë si BDI-n, si Vlenin, duket se të dy emrat janë në një dështim,
sepse edhe vleni përbëhet nga njerëz që kanë qenë te BDI-a për shumë vite në kryetare të tjera. Por si e keni parë në këtë rast? Po bën më shumë dëm apo mirë studentëve? Tani për kraja, unë jam që studentët të kenë rolin unifikues të gjithë shqiptarëve, pa dallim politike, feje, kështu me radhë, të jetë në përkraj. E tani e keqja është se gjithmonë ata që fshehurazi i bëjnë dëm shqiptarëve, insistojnë që edhe këtë reagime të studentëve ose ta pronësojnë si të tyre ose kështu me radhë. Mirë po dihet se këto nuk janë burime që vinë nga shqiptarët, po janë burime të sigurisë së përgjithshme që dinë shqiptarët e kanë studiuar mentalitetin që nëpërmjet formave të ndryshme të mbajnë peng. Dhe kjo që ndodh aktualisht, unë nuk shoh që shqiptarët kanë ndonjë motiv ose element që të jenë pjesë përbërëse e këtyre institucioneve, sepse këto institucione janë ata që prodhojnë nacionalizëm, përbuzje, cënim të dinjitetit, dhe është shumë e padrejtë, dhe jo rësisht edhe unë tani më kam marrë një iniciativë që të procesohet marrëveshja e Ohrit dhe të demaskohet të gjithë ai nacionalizmi institucional nëpërmjet faktorit ndërkombëtar, sepse është fatkeqësia që ne shumë pak reagojmë në nivelin ndërkombëtar. Dihet se për garancën e këtyre të drejtave kombëtare ishte faktori ndërkombëtar, siç është Parlamenti, Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, NATO, Bashkimi Evropian dhe SBA. Mirë po, ne si faktor shqiptar nuk kemi bërë asnjë ankimim se nuk sillen në marrëveshjen dinjitoze pala maqedonase, dhe tani më jota që i ka marrë dhe i ka dëmtuar ose minimizuar të drejtat që buronin nga kjo marrëveshje, po tani kohëve të fundit ka një përbuzje dhe një cinizëm me të cilën drejt për së drejti është edhe shpreha e studentëve që ka qenë dhe është e padurueshme. Profesor, po qëndrimi i tyre si garant të kësaj marrëveshje pra ndërkombëtarëve si ka qenë nga ajo që ju keni biseduar? Me këtë keni dërmuar. Pikërisht në bazë çështjeve të Kopenhagës ose konventave